Përshëndetje dhe mirë se vini në puntatën e radhës së podcastit për shtjellim. Kam kënaqësi të kem sot të ftuar në studio zontin Endri Tafani, një aktivist i njohur publik, gazetar dhe politikan, i cili të paktën në kohët e fundit ka pasur një seri shkrimesh dhe prononcimesh publike në lidhje me atë që është mega konflikti apo krye konflikti i lindjes mesme, natyrisht përplasja Izrael-Iran dhe SBA-Iran, që është kryefjala e ditës, por pa lënë jashtë vëmendjes edhe zhvillime të tjera në lindjen e mesme, që përfshin Hamasin, që përfshin rolin e Arabisë Saudite, që përfshin rolin e Katarit e Emiratave të Bashkuara Arabe, rolin e aktorëve të jashtëm si Kinë, Rusi, ballafaqimet e mëdha gjeopolitike. Pra për këto dhe të tjera çështje që lidhen me gjeoekonominë dhe gjeoenergjetikën, do flasim sot në këtë emision. Mirë se vini zoti Tafani. Mirë se u gjeta. Ju jeni prononcuar shpesh dhe i kam ndjekur në fakt me interes prononcimet tuaja. Doja të dini diçka më tepër në lidhje me rrënjët e këtij konflikti, qoftë për sa i përket Iran-SBA apo Iran-Izrael, por qoftë për sa i përket konfliktit lindjes mesme, sepse shumë njerëz shpeshherë i mbivendosin të dyja ose i ngatrojnë realitetet e Palestinës me ato të Iranit, dhe natyrisht në këtë kakofoni zhurme televizive, shpeshherë e vërteta nëse ajo ekziston, u mbet deri diku. Rrënjët. Rrënjët janë gjithmonë, për vetë faktin që janë rrënjë, janë shumë të thella në kuptimin edhe duhet të shkosh shumë brapa në kohë për sa i përket konfliktit që ndodh në lindjen e mesme. Le të themi që rrënjët janë përgjithsisht rrënjë të një konflikti fetar. Dhe një konflikt fetar në të cilin ka filluar, po themi, që me vdekjen e profetit Muhammed, në ndarjen e madhe të Islamit, Suni dhe Shia, pastaj është përzier me konflikte të tjera, për sa i përket të krishterëve që kanë qenë në zonën e Jeruzalemit, ka qenë perandoria bizantine atëherë, kemi pas kryqëzatat, pas kryqëzatave pastaj perandoria otomane, pas perandorisë otomane, pastaj kur filluan prap vendet të bënin një eksperiment të vogël me nacionalizmin arab, pra ato që kanë qenë partitë bathiste, parti të majta, të cilët e morën pushtetin në një pjesë të mirë të vendeve të atij rajoni. Saddami për shembull ishte në parti bathist, Asadi ishte bathist, gjeneralët që morën pushtetin në Egjipt ishin bathist, pra një bashkim i të majtës me nacionalizmin arab. Dhe pas dështimit të këtij eksperimenti me nacionalizmin, u rikthye prap pjesa fetare po themi e konfliktit, e shfrytzuar nga vëllazëria muslimane në fillim, pastaj e shfrytzuar nga, po themi, nga pjesa tjetër e Iranit, sidomos pas 79-s me ardhen fuqitë të mullave. Po para se të shkojmë atje, në fakt se këto janë zhvillime të pjesës së dytë të shekullit 20, pra rryma pan-arabe nacionaliste me partinë bathiste dhe nga ana tjetër natyrisht vëllazëriat muslimane. Por po të qëndruar pak, domethënë ne kemi dy realitetet të kyçe në atë rajon, është çështja palestinese, e cila i ka rrënjët qysh ndërmjet dy luftrave botërore, dhe pastaj Irani që natyrisht është i më vonshëm, edhe ardha e ajatollave pastaj në vitet 70 që është shty në drejtim të një revolucioni islamik, i cili pa që të ndahej rrënjësisht jo vetëm me Shtetet Bashkuara të Amerikës, por dhe Izraelin, por dhe me pjesën tjetër të botës arabe. Pra dy realitete në dukje të ndryshme, por që vijnë të bashkuara në pikën ku jemi për shkak të nxehtësisë situatës në të dy frontet. Po edhe pjesa e konfliktit arabo-izraelit nuk i shpëton pikërisht kësaj panorame të madhe që thash. Në fillim ishte një pjesë e atij eksperimentit pan-arab, pra e pan-arabizmit me partitë bathiste, OÇP-ja Arafat për shembull në vetvete ishte një organizatë e majt, nacionaliste arabe, po ishte e majt, ishte marksist-leniniste teorikisht, domethënë. Dhe si tillë ishte ajo që udhëhoqi, pra në periudhën kur gjithë ishin me ato rrymë pan-arabiste, ishte nacionalizmi plus pjesa e të majtës që i bënte me aleancë që të ishin me Rusin, me Bashkimin Sovjetik në atë kohë, dhe në momentin kur ra kjo frymë dhe filloi të dilte fundamentalizmi, atëherë ra roli i OÇP-s së Rafatit, ndarkëdalë se dhe sponsorat e saj ndaluan, dhe filloi të rritet roli i Hamasit, i cili ishte pra vazhdimi i vëllazërisë muslimane. Pra në kontekstin e gjerë, ky eksperiment ose këto gjëra që ndodhen në gjithë rajonin
janë shfaqur dhe në rastin e, po themi, të konfliktit midis arabëve dhe izraelitëve. Nuk është konflikt midis palestinezëve, ata që janë ngulur aty, dhe po themi izraelitëve. Është një konflikt ku në Izrael apo në bregun perëndimor apo në Gaza? Ata që janë të ngulur aty kanë fjalën për ata arab që jetojnë brenda në territorin e Izraelit dhe të Palestinës. Pra, konflikti në fillim kur ndodhi ishte një konflikt midis arabëve, nuk quhesh si çështje palestineze. Sot një pjesë mbështesin Hamasin, ata në Gaza dhe pjesa tjetër mbështet. Duhet kuptuar si ka evoluar konflikti. Konflikti në fillim nuk ka qenë midis, po themi, konflikt për Palestinën. Ka qenë një konflikt midis arabëve dhe izraelitëve. Para krymit shtetit Izraelit. Në momentin kur u krijua shteti i Izraelit, arabët donin që mos kishte asnjë shtet izraelit aty. Dhe nuk është se ishin vetëm, po themi, ata arabët që jetonin në zonën e Izraelit dhe të Palestinës, po ishin arabët që ishin në Arabi Saudite, ata që ishin në Egjipt, ata që ishin në Jordani, ata që ishin në Siri, ata që ishin në Liban, ata që ishin në Irak. Në luftën e parë arabo-izraelite ka pasur trupa në gjithë të vende që thash. Ka pasur trupa në Egjipti, ka pasur trupa në Arabia Saudite, nga Jordania, nga Siria, nga Libani, edhe nga Iraku. Megjithatë përqendruar para se shpëtir. Të gjitha vajtën sepse nuk donin që të kishte një shtet izraelit aty. Donin që tokë të ishte tokë arabe, sepse ishte kjo fryma e pan-arabizmit. Çështja palestineze ndodhi më vonë, ndodhi në 64 kur u krijua Organizata për Çlimin e Palestinës. Po deri në atë kohë, secili prej këtyre shteteve kishte agjenda të ndryshme. Për shembull, Jordania donte të pushtonte gjithë territorin. Mbreti i Jordanisë që ka qenë atë kohë donte që të kapte maksimumin e mundshëm dhe sidomos të kapte bregun perëndimor. Dhe arriti të kapte bregu perëndimor. Nga 48 deri në 67 ka qenë pjesë integrale e mbretërisë së Jordanisë. Dhe si e tillë ishte pjesë zyrtare të territorit, pavarësisht se nuk u njoh, po themi, nga bota sepse kufit ishin të përcaktuar që përpara, por ishte pjesë integrale, ndërkohë që Gaza ishte pjesë e Egjiptit. Pra, në frymën e këtij panarabizmi, secili prej fqinjve tentoi të kapte një cop territori për vete, jo për të krijuar një shtet palestinez, por në mënyrë të tillë që secili prej fqinjve që ishin rreth rrotull të kapte një cop territori zgjeronte më tepër. Egjiptianët arritën të kapnin Gazën, Jordania arriti të kapte bregun perëndimor, Siria tentoi të kapin aty fshatra, nuk është se ecë, kurse Libani nuk pati fuqi edhe përfundoi, po themi, në ato kufi që kishte pasur që përpara se të lindte konflikti. Pra, në këtë moment askush nuk i kishte hallin, po themi, të atyre që ishin banues të ato. Secili prej vendeve fqinj në frymën e panarabizmit donte që ajo tokë të ishte arabe, por që të ishte arabe se kishte shumë shtete arabe atëherë, kush do ta merrte? Një pjesë Jordania, një pjesë Egjipti, një pjesë Siria, një pjesë Libani. Dhe kjo ishte deri në 64 kur doli OÇP-ja Arafatit, e cila ishte një projekt i KGB-s. Besoj tani që janë hapur arkivat, ishte projekti i KGB-s në mënyrë të tillë për të krijuar, po themi, mundësinë e nguljes së Golës Nasradinit në Bashkimin Sovjetik në atë periudhë. Sepse do të thënë ajo që është në luftën e parë, Izraelin e ka mbështetur bloku lindor, e ka mbështetur Çekoslovakia me miratimin e Stalinit. As Shtetet Bashkuara të Amerikës, as Britania e Madhe nuk donin që ndihmonin shtetin Izraelit, qëndruan as njanse, dhe ishte vetëm Çekoslovakia që i dha armë, i dha avion, dhe deri në farmacë ndihmoi te Franca. Britania ndihmoi zakonisht shumë me deklaratën e Balfurit, mandej me politikat e Izraelit, mandej Shtetet Bashkuara të Amerikës me për luftën. Tani, për të kuptuar mekanizmin, në momentin në deklarata e Balfurit ka qenë 1917. Po nga ai moment për luftën e parë, filluan natyrisht kolonizimi i pjesës së Izraelit te falëndimës bujare të Rothschildit dhe natyrisht pastaj në 48-ën kulminoi me shtetin Izraelit. Kolonizimi ka ndodhur. Vërtet ka dy pjesë. Kolonizimi është i dy anshëm, mos kujto se nuk kanë lëvizur arabët. Yasser Arafati për shembull ka lindur në Egjipt. Jam dakord. E kishte tokën Karab. Atëherë ç'ne ky në Egjipti profeson popullin arab të Palestinës. Arabia Saudite u krija si shtet 37. Po, të lindësh në Egjipt. Të kesh prona në Egjipt, dhe nuk i morim i qera lafi se dhe aty korrupsioni. Pra të lindësh në Egjipt, në Kairo,
të kesh pronë aty, edhe pastaj të shkosh në një vend tjetër, çfarë diferencë ka ky me një, po themi, Napoleoni i Korsikës shkoi dhe u bë perandori i Francës. Hitleri austriak shkoi dhe u bë kajzeri gjerman. Stalini nga Gjermania. Në një farë mënyrë. Po të shikosh, sepse nuk doja të futesh aq larg kohë, e kapa në 48 e këtej. Prandaj thash që Britania. Po nëse futesh larg në kohë, ajo zona aty ka qenë një nga zonat më të varfra të perandorisë otomane. Po të lexosh shkrimet e atyre që kanë kaluar, thonë një shkretëtirë absolute. Nafta ndryshoi ekuacionin. Po ajo zonë nuk ka as naftë. Me qellafi. Ajo zonë filloi të zhvillohesh në momentin kur, po themi, filluan të shkonin kolonët izraelit në 1904, 1905, për shkak të programeve që ndodhen në Rusi e të tjerë, filluan të nguleshin në atë zonë, filluan të ndërtonin qytetet e tyre dhe deri dalë filloi të esta ai vend. Dhe filluan të vinin nga çdo vend që ishin rreth rrotullt. Se nuk është se ne mendojmë sikur aty, për shembull, aty kanë jetuar vazhdimisht në të njëjtën periudhë. Jo. Siç kanë ardhur izraelitët, kanë ardhur arabët. Kuptohet, arabët ishin më me shumicë në vitin, po themi, gjatë gjithë periudhës otomane, edhe për shumë arsye, për shembull, otomanët nuk lejonin që të kishte që izraelitët të bërinin prona. Dhe izraelitët për të bler prona u detyroheshin pastaj që të gjenin si thua ndërmjetës. Pra emri i pronës të ishte në emrin e dikujt tjetër. Sepse kishte një farë diskriminimi në perantorinë otomane. Për të ardhur te dhe deklarata e Balfurit, që ishte në 1917 për krijimin e shtetit izraelit, ishte në momentin kur trupat britanike u futën në atë territor dhe pan që kishte dhe izraelit, kishte dhe arab, dhe kishte dhe izraelit dhe arab që luftuan në radhët e ushtrisë britanike kundër perandorisë otomane, dhe më mbrapa mor një mandat nga kombët e në lidhje kombëve. Historike janë një debat shumë i gjatë. Po them fakte që janë të njohura botërisht, pastaj dhe lidhja e kombëve i dha një mandat shumë të qartë. Në këtë territor, në këtë mandat që do marrësh ti duhet të krijosh dy shtete, një shtet arab dhe një shtet izraelit. Dhe në momentin kur lidhja e kombëve ra si strukturë dhe u krijua OKB-ja, Britania nuk kishte më bazë ligjore dhe kishte vetëm një detyrë të marrë nga organizata më parashme, të jepte një shtet izraelit dhe një shtet arab. Sepse ra struktura tjetër dhe hoqi dorë duke përmbushur detyrimin juridik që kishte përmbajtur, që kishte marrën përpara. Pra, në këtë moment, në 47-ën, kur ndodhi ajo, ishte, po të shikosh në ana e procedurës ligjore, ishte pak a shumë diçka e cila ishte përcaktuar që shumë vite më përpara që do ndodhte, dhe Britania thjesht zbatoi ato që kishte marrë përsipër si detyrim përpara lidhjes kombëve, sepse nuk njifte më protektorat OKB-ja. Të vim te ditët e sotme, do të them fillimisht para 2-3 vjetësh kishim sulmin e Hamasit ndaj Izraelit dhe mandej kundërpërgjigjen jashtëproporcionale të Izraelit, i cili kreu kaq shumë krime lufte në fakt për shtetin izraelit aty, përfshi fëmijët, është dënuar botërisht dhe jo vetëm kërkohet në disa gjykata ndërkombëtare dhe zoti Netanyahu, por 26 vendet Bashkimit Evropian po flasin për sanksione dhe bllokim të marrëveshjeve tregtare me Izraelin. Sot që ne flasim nuk është vetëm Spanja, 26 shtete që të Bashkimit Evropian nga 27 që ka, që kanë marrë një qendrim goxha më të ashpër ndaj shtetit Izraelit. Dhe ndërkohë që kemi një situatë ku Hamasi, që natyrisht konsiderohej organizatë terroriste dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga Bashkimi Evropian, financoi nga Irani, më shumë megjithëse ishte një organizatë sunite, ndërkohë që aksi i rezistencës apo poshti i rezistencës i Iranit është Hezbollahu në Liban, Houthit në Yemen, Katab të Hezbollahu i Irakut, pra nuk bënte pjesë të poshti i rezistencës. Si ka mundësi që Hamasi financoi nga Irani? Dhe kjo është shumë interesante, mendoj nuk është trajtuar më parë, dhe Irani vazhdon të ketë kaq influencë përmes proksive të tij në rajon. Kur doli, pra, Hamasi ka dalë në vitet 80 dhe ka dalë nga, po themi, ajo fronti për lirimin e Palestinës, në të cilën OCP ishte organizata kryesore. Dhe në vitet, po themi, që kur filloi të binte fryma e panarabizmit, pra gjeneralët që ishin në Egjipt nuk arritën të përmbushnin ato, po themi, ato ëndra që u kishin premtuar popullit vet, e njëjta gjë edhe gjeneralet që ishin në Siri, pra Asadi që ishin atko, edhe në Irak, pati një
rritje të asaj që ishte vllazërisë muslimane, pra të frymës vllazërisë muslimane, e cila thoshte kjo rrym dështoi, pra laiciteti i, po themi, i këtyre që ishin parti batiste dështoi, dhe këto e kanë futur popullin në një, po themi, në një varfëri, në një gjë tjetër, dhe synimi i tyre ishte përmbysja e gjithë edhe regjimeve laike që ishin atë zonë, po edhe mbretërive të gjirit që ishin atë zonë. Arabia Saudite, Emiratet Arabe, këto tjerat, edhe Jordania. Edhe donin në këtë mënyrë, pra të rrëzonin çfarë ishte shtresa sunduese dhe të krijonin një kalifat të madh. Ky ishte qëllimi i vllazërisë muslimane. Të realizuar ISIS-in dhe më herët me Al-Qaeda. Për këtë arsye, për shembull, vllazëria muslimane është ndaluar edhe në shumë vende të gjirit, është ndaluar si organizatë edhe në Egjipt e në tjerë. Dhe kur lindi kjo rrym, pra, si filloi të krijonte degëzimet e veta edhe në këto lëvizje të ndryshme, edhe në lëvizjen e rezistencës palestineze. Antar që ishin të partisë Arafatit apo palestinezë të tjerë, të cilët nuk ishin marksist-leninistë, po detyroheshin të bindeshin Arafatit sepse ishte më përfaqësuesi, formuan atë që ishte Hamasi në vitet 80. Dhe Hamasi rrinte veta i ka te kjo ideologjia e vllazërisë muslimane. Por në vitet 80 kishte një ngjarje interesante që ishte lufta Irak-Iran. Deri në vitin 70. OCP-ja e Arafatit është financuar nga Arabia Saudite dhe nga vendet e tjera të gjirit. Po pasi bën rrëmujën në Jordani dhe pasi filluan të kryenin akte duke marrë sidomos pas në Mini që bën atë atentate, kapi avion e këto të tjerë, Arabia Saudite i ndërpreu financimet për, po themi, për OCP-n e Arafatit. Dhe në atë kohë filloi të dilte Sadami, ai që i financonte. Dhe duke i financuar Sadami, ato filluan të lidhesh, OCP-ja e Arafatit u lidhe me Sadamin. Nisi lufta, konflikti Iran-Irak, OCP-ja e Arafatit filloi të bashkëpunonte me Sadamin. Hamasi tani, i cili kishte luftë përkundër pesh, filloi pastaj të lidhesh me Iranin. Çështja palestineze pastaj mori goditje kur, po themi, dhe Sadami u mund, sidomos në po themi në invazionin e Kuvajtit, sepse edhe aty çështja palestineze mori goditje tjetër për shkak të faktit që ishin rreth 300.000 palestinezë që jetonin në Kuvajt. Në momentin kur trupat e Irakut të futën brenda, filluan të bënin plaçkitje. Dhe në momentin e parë kur u rikthye qeveria e Kuvajtit, përzuri 300.000 palestinezë në ajo zonë. Domethënë krijoi një frym anti-palestineze në gjithë mbretëritë e gjirit aty për të thënë që ju s'merret njëri se ju s'dini të jetoni, domethënë. Dhe kjo e bëri dhe Arafatin, pra, edhe kjo disfat, edhe përzënja e palestinëve i dobësoi shumë pozitat e Arafatit. Dhe kjo detyroi Arafatin, pra, që të ulesh të bënte akordet e Oslos në 93. Dhe akordet e Oslos që u bën në 93 pastaj i shkonin në kundërshtim me politikën e Iranit. Sepse Irani kishte, siç ishte edhe vllazëria muslimane që përdorte çështjen palestineze për të minuar legjitimitetin e qeverive, ishte njëkohësisht dhe Irani që donte të përdorte çështjen palestineze për të legjitimuar sikur ishte e vetmja fuqi islamike e cila e kishte për zemër çështjen palestineze dhe të dilte si primat i pari në atë zonë. Prandaj edhe financonte Hamasin. Ndrojmë pak te Irani, me që është kryefjala e ditës, dhe natyrisht referojmë këtu një artikull sidomos të një autori amerikan, Richard Pipes, i cili së fundi kishte thënë që bota ka ndryshuar, dhe Irani është një nga 4 fuqitë më dha sot në botë. Pra ai vendos krahas Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kinës dhe Rusisë, vendos edhe Iranin. Dhe arsyeja pse ai vendos Iranin është se nëse fuqia deri më sot është shmatur në fuqinë e ashpërt, që është fuqia ushtarake, kryesisht sanksionet ekonomike e tjera me radhë, dhe fuqia e butë, aftësia për të qenë të rreqës për vendet të treta. Në rastin e Iranit është aftësia që ai ka rizbuluar, pra gjeopolitika, gjeografia politike, që është Hormuzi, dhe jo vetëm Hormuzi, por natyrisht edhe ngushtisat e tjera, Babel al-Mandebi, i cili natyrisht është një ngushticë ku Huthit kanë kërcënuar prej kohësh sigurinë detare, themi. Pra, në këtë kuadër, Irani, a është vërtet sot që ne flasim se rezultat edhe i luftës fundit përmes sulmeve asimetrike në vendet e gjirit dhe përmes bllokimit të ngushticës së Hormuzit,
një fuqi e katërt botërore? Jo. Dhe Amerika si ka dhënë kontrolli? Nuk ka shanse. Irani ti fuqi e katërt. Ke vende si India, ke vende si Pakistani, ke vende që janë shumë herë më të fuqishme se sa Irani në kuptimin e projektimit të forcës ushtarake. Vetëm gjë që bën Irani në këtë rast ka qenë fakti i bllokimit të ngushticës. Nga ana tjetër, pati edhe një kundër përgjigje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili vendosën bllokatë porteve iraniane. Edhe tashmë u bë, po themi, Bllokatë dyfish, sepse është bllokatë e Iranit po ndërkohë që është bllokatë e Iranit, në ana tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke rritur eksportet e tyre, janë duke bërë lek në këtë moment që po flasim. Shumica e trafikut është devijuar për në gjirin e Meksikës, në cilën rafineritë e naftës amerikane, ato që janë zonën e Teksasit kryesisht, janë javës kaluar ishte mesatare ishte rreth 5 milion fuqi në ditë. Do të thonë eksportim të naftës në produktet e saj dhe sa vjen e rritet si sasi eksportuese. Pra, ato që bota po humbet në zona, në mungesa e trafikut në atë zonë janë duke e zëvendësuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët janë duke bërë lek në këtë moment që flasim. Dhe në këtë moment që flasim, Irani, në ky bllokim që i bëjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, porteve iraniane, humbet rreth 435 milion dollar në ditë, dhe që i bie, po themi, 12 miliard dollar në muaj, pak a shumë, a më tepër se aq. Dhe vetëm që humbet këtë, problemi është fakti tjetër, nëse ti nuk arrin të shesësh naftën, ti duhet ndalosh prodhimin, duhet mbyllësh puset. Dhe është proces shumë i rrezikshëm të mbyllësh pusin, se mund edhe të mos rihapet më pusi pastaj. Pra ti nxjerr jashtë loje gjithë industrinë tënde. Dhe nuk është vetëm industria po themi puseve të naftës apo fushave të gazit, është edhe pjesa tjetër që ka të bëjë me ekonominë, sepse është bllokuar porti në total. Pra janë bllokuar dhe shkëmbimet e mallrave. Dhe nuk do të harruar që Irani kishte, po themi, edhe para se të fillonte kjo situatë, kishte një inflacion që ishte inflacion i frikshëm. Jam dakord me elementet që ju parashtroni dhe natyrisht janë fakte objektive, por ka dhe një anë tjetër të medaljes, paktën siç kanë raportuar me dyme të ndryshme botërore, ishte një prezantim bindës i Netanyahu dhe shtabit të tij, i cili e shtyu presidentin Trump të bënte një sulm, ai quajti kirurgjikal, duke nxjerrë jashtë loje rreth 220 aktiv, domethënë zinxhirin ushtarak politik të Iranit. Por kjo gjë nuk solli rënien e regjimit, sikur ishte paralajmëruar nga shumë strategjistë. Në fakt është zor që do një regjim të bjerë nga sulme nga jashtë, më tepër një vend me 90 milion banor dhe një vend që është i papushtueshëm gjeografikisht, në historinë e tij të paktën, ta arrinte të përmbysej sikundishte pritshmëria e shitur në prezantimin e Iranit. Po është pushtuar në 42-shin, herën e fundit që është pushtuar. Ka qenë britanikët. Pa ajo nuk qe. Jo, e mundën tamam me trupat çuan ekspedit në 1942-shin. E mundën. Pra nuk bëhet fjalë për një pushtim klasik që të kalojë. Pushtim klasik thyen në betejë klasike, thyen ushtrinë iraniane. Ka qenë britanikët dhe sovjetikët. Sepse kishin hallin se mos Irani bashkohesh me Hitlerin, pra me aksin e pastaj ishte konferenca e Teheranit. Dhe konferenca e Teheranit u ndodh aty sepse ishin trupat britanike dhe trupat sovjetike ishin brenda në territor. Pra nuk është kjo pritshmëri kaq optimiste. Se në këto që dëgjoj këto për radhë, Irani është pushtuar shumë herë në fushën e vet, ta themi këtë. E ka pushtuar para Aleksandrit Madh që i ka dhënë një dru si kështu. E kanë pushtuar mongolët, e kanë pushtuar arabët, e kanë pushtuar çfarëdo lloj force që ka pasur nerva të futet atje. Nuk ka asnjë vend në botë i cili është i papushtueshëm. Vetë Britania ka qenë e pushtueshme. Është pushtuar Britania. Ndoshta me përshtytje të Japonisë. Dhe Japonia humbi luftën e dytë botërore. Pra kishte edhe ka aktualisht ka baza, po themi në atë. Shikoj, nuk ka vend në botë. Nuk ka vend në botë që se na kjo vjen. Okej, na kjo vjen pastaj. Po është shumë histori, domethënë pjesa e pritshmërive fillestare. Pra që regjimi ishte duke mbajtur në këmbët e tij të fundit. Fakti që kishte një pakënaqësi në rritje, që kishte protesta mbarpopullore, që regjimi kishte kryer vrasje masive, fakti që kishte këtë inflacion dhe këto shifra ekonomike që ju përmendët, me pritshmëria ishte që regjimi të kolapsonte apo jo. Ndërkohë që regjimi jo vetëm që nuk kolapsoi, me gjithë këto humbje, por i përthithi, si thua, këto humbje dhe nga ana tjetër nëpërmjet sulmeve asimetrike të padrejta, natyrisht ndaj vendeve të gjirit, ai arriti të shkaktonte apo të ngrinte një reagim rajonal apo një lloj trusnie ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës rajonale. Por nga ana tjetër me bllokimin e ngushticës së Hormuzit, ky presion u rrit në nivel global. E referojmë deklaratave të fundit të Kinës, fjala bie, apo deklaratat
vendeve të Bashkimit Evropian, cilat jo vetëm që s'kan pranuar të dërgojnë forca ushtarake, për shembull në anëtarët NATO-s, por përkundazi bëjnë thirrje për një marrëveshje sa më të shpejtë mes Iranit dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra i arriti Irani qëllimet e tij strategjike. Jo. E ishte një lloj dështimi strategjik pak nga ana e Izraelit, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte aty. Kush është dështimi në këtë rast? Domethënë kush është qëllimi? Qëllimi këtyre ka qenë 3 pika bazë, me së mbaj mendon, ka qenë armët bërthamore, Po. programi raketor dhe financimi për proxy. Apo jo. Me sa di unë lufta nuk ka mbaruar akoma, shikojmë deri ku mbaroj. Por ata që pretendojnë ose që mendojnë Armët bërthamore sot janë në kushtet që do heqë dorë 5 vjet Irani apo sa kërkon ata kishin propozuar që themi 5 vjet, kishin kërkuar dhe nuk ishte pranuar Shtetet Bashkuara. Dhe vetë fakti që ata pranonin 5 vjet tregonin që nuk është se janë winning, nuk është se janë duke fituar. Dhe do e shikoni se kem për ta parë domethënë se ku do shkojnë. Vetëm se pakti i fundit me Iranin u dëshën ata që mendojnë që Donald Trump mund të tërhiqet prej hunte nga çfarë do lloj personazhi qoftë dhe Netanyahu. Domethënë janë shumë simplicistë në logjikën e tyre. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një element fort i cili është petrodollari. Pra, që kur pas krizës së 73-shit, është vendosur dollari si monedë në cilën shkëmbehet nafta, dhe blihet nafta, është, po themi, një nga bazat e fuqisë së Amerikës. Sepse në qoftë se malli blihet në dollar, ai dollar që ty të ngel në dorë, sipas ligjit ekonomik, duhet të rikthehet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sepse për çfarë duhet dollari në dorë? Ty do blesh ose mallra amerikan, ose shërbime amerikane, ose borxhin amerikan. Ishte një përpjekje e Iranit për petroluanin. Edhe kjo që ndodh, domethënë, pra, ky petrodollar është ai që e bën Amerikën që të ketë mundësi të rifinancojë borxhin e saj publik, që është diku te 39 trilion dollar, domethënë është 130% e GDP-s, se 30 trilionë kanë GDP-n, 39 kanë borxhin. 130% e GDP-s është borxhi. Problemi kryesor është shërbave sot. Që është problemi kryesor që e dinë gjithë. Dhe ky financim ndodh prej petrodollarit. Në momentin që bie petrodollari, ekonomia amerikane merr fund. Dhe kur vende si Venezuela apo Irani e të tjerë fillojnë të bëjnë eksperimente me petroluanin, që e përmendëm, pra përdorimin e një monedhe tjetër për shkëmbimin e naftës. Edhe bëjnë që të dyshojë dhe Arabinë Saudite që të përdori dollarin apo të përdori euron apo të përdori yuanin e këto të tjera, në këtë moment Shtetet e Bashkuara të Amerikës është imperative që të kenë, po themi, kontrollin e tregtisë së naftës me dollar. Para çfarë bën? Po të shikosh. Kapën kanalin Panamas u ahoqën kontrollin kinezë, që kishin marrë kinezë. Kapën Venezuela, dhe nuk e kapën kot Venezuela, dhe tani po godasin dhe Iran. Dhe gjitha kjo po bëhet në ato vende që kanë të bëjnë me naftën. Nafta e Venezuelës është naftë e rëndë, shumë e rëndë. Rafinerit janë SBA. Dhe rafinerit janë në Shtetet e Bashkuara. Pra për naftën e rëndë, rafinerit janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës importon naftë nga Kanadaja, naftë e rëndë nga Kanadaja, nga Meksika dhe nga Venezuela kryesisht. Përveç që ka dhe një pjesë vetë. Se naftën që prodhon vetë, që e nxjerr në tokë vetë, kryesisht është naftë e lehtë. Rafineritë e naftës amerikane janë ndërtuar për naftë të rëndë. Sepse nafta e rëndë nxjerr më shumë nën produkte. Është më e vështirë për të përpunuar, po nxjerr më shumë nën produkte. Nafta e lehtë është më e lehtë për të përpunuar, po nxjerr më pak nën produkte. Rafineritë e tjera në botë, në Evropë të tjera, nuk janë për naftë të rëndë, janë kryesisht për naftë të lehtë. Shiko çfarë po ndodh tani, me që në këto momente që bllokohet Irani dhe ka për të kaluar në qoftë vazhdojnë me këtë lloj bllokimi më shumë se 2 javë, ata fillojnë marrin pikjatën, mos kenë lek për të dhënë njerëzve dhe realisht të vjen keq sepse mund të shkojnë në katastrofë. Gjithë trafiku tani shkon drejtim Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët marrin naftën në Meksika, e marrin prapë në Venezuela dhe nuk preken fare nga se çfarë po ndodh aty. Dhe përkundrazi gjithë ata që po vinë në Amerikë, po e blejnë naftën me dollar. Dhe kjo e bën që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të jenë akoma të mbajnë kontrollin e petrodollarit, që është për ta elementi kryesor i sigurisë kombëtare.
Se në momentin që ikën ajo në petrodollare dhe shkon në një monedhë tjetër. Për ta përmbledhur ende. Kështu që nuk është. Ju thoni që Irani çdo ditë që kalon humbet. Shtetet e Bashkuara fiton. Kina humbet, Rusia fiton. Në arritje të përkohshme. Por Europa Rusia fiton. Rusia fiton deri në farmasë sepse Ukraina ka bombarduar ato portet e i ka ulur, domethënë mundësinë për të eksportuar, por fiton për shkak të rritjes çmimit. Edhe tani ç'o ndodh? Ke tani për shembull me këtë lojën që po bën Trump, që i thotë, jo po do diskutojmë këtë dje, çmimi i naftës ra, për shembull, ka vajt rreth poshtë te diku te lufta bëhet në bursa dhe në lufta bëhet në bursë, bëhet në vende të tjera sepse Trump do që të ketë kontrollin edhe të çmimeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, ato që janë më të humburat në këtë moment është Kina dhe Evropa. Te janë më të humburit në këtë mes. Dhe janë të humbur për shkak të që blokadës që kishte vendosur, po themi Irani në atë zonë, dhe që nuk e kanë Evropa, po themi, se për Kinën nuk e kishte vendosur blokadën Irani, Evropa tani nuk ka këllqe që dikush t'i blokojë naftën dhe të shkojë ta zgjidhë vetë. Pse nuk shkon ta zgjidhë vetë me trupat e vet? S'ka ushtri Europa. Jo, ushtri ka Europa. Ka ushtri Europa. Janë pjesë e NATO-s, por nuk ka një ushtri europiane, ajo forca ndërhyrjes europiane 3000 vjet. Në momentin kur ti nuk je i gatshëm të luftosh për këto të tjerët, sepse ti je shumë i kënaqur kur në pozitat e intelektualit që pi verë dhe të mos një puro, thua janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë maskarinja, janë xhandari i botës, okay, në këtë moment duhet një xhandar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë thënë, Filanit ka bllokuar ngushticën. Unë s'dua të bëj rolin e xhandarit. Kush do bëj tani rolin e xhandarit për të detyruar Iranin që të hapi ngushticën? Sepse është shkelje drejtës ndërkombëtare apo jo? Ti nuk mund të, po themi, një vend që është në konflikt me një vend tjetër ta përhapë konfliktin duke ditur persona të tjerë pa lidhje. Pra, ose tu është të nisi konflikti, po themi, midis Rusisë, jo Rusisë, po midis Turqisë dhe Greqia të pushtoj Maqedoninë e Veriut, që s'ka pikë lidhje. Europa këto, se liderët evropian kanë refuzuar të bashkëpunojnë, se disa kanë qenë më tashmë si president. Sepse nuk kanë këllqe. Nuk kanë këllqe e para punës për të kryer veprime të tilla dhe nuk kanë këllqe në ana e morale, po themi, e dyta punës është e vështirë dhe nga ana financiare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shembull aty harxhon rreth 1 miliard ose 2 miliard dollar në ditë operacione. Më thuaj një vend evropian që ka mundësi që të harxojë 1 miliard ose 2 miliard euro në ditë. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po i kushton shumë kjo luftë. Po, në ana tjetër është duke bërë miliardat në naftën që shet në Texas, e kupton? Shtetet e Bashkuara do dalin edhe më të forta në kjo luftë në kuptimin e pozicionit që vendosen në tregun global energjetik. Po Evropa ka për dalë jashtëzakonisht keq. Sepse Evropa nuk ka guximin të luftojë për veten e vet. E vetme gjë që ditë bëj Evropa është tankohet për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mos bëj asnjë gjë për veten e vet. Mos harroni që armatimet dhe gjithë ndihma financiare që i vajti Ukrainës në vitin e parë derisa ka qenë vajtë, ka qenë kryesisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Evropa kujtua vonë. Kujtua jashtëzakonisht vonë për të çuar ndihma. Dhe çoi kryesisht ndihmë financiare në fillim, pastaj dalë dhe kjo ndihmë tani që u bllokuar rreth 90 miliardë të tjerë. Pra Evropa duket sikur nuk ka këllqe, nuk është mungojnë lidera si puna Thatcherit në Evropë. Për fund e për shkak të kohës televizive, traktati i fundit që u bë mes Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, dhe natyrisht në krah të Shtetit të Bashkuara të Amerikës ishin dhe vendet europiane, zgjati 18 muaj negociata, pra ai që u bë gjatë kohës Obamës dhe që u denoncua më vonë nga Trump si pamjaftueshëm. Sa mendoni se do zgjas zgjidhja e këtij konflikti? Flasim për një zgjidhje afatgjatë, jo thjesht për një anpushim apo. Po, ajo dhe si do jetë, kush do të forma? Situata është ndryshe nga koha e Obamës, sepse atëherë nuk ishte një blokadë detare. Po them që kjo blokadë detare, nëse kalojnë 2 javë me këtë blokadë detare, pra edhe 2 javë në këtë moment që flasim tani, ekonomia e Iranit kalon kolaps total, kështu që është realisht shumë presioni është mbi Iranin tani. Nuk është më si dikur në cilën ulesh në tavolinë edhe kemi disa sanksionet të ishin, po jo do të heqim, jo do të zbusim, hajde diskutojmë, jo po të heqim këtë dhe kjo shkoj 18 muaj. Irani nuk i ka 18 muaj. Irani ka kërkuar 100 miliardë janë bllokuara. Dollar janë bllokuara në bankat. Njëri që mendon që Trump jep 100 miliardë, okay, duhet mbyllur çmendim, domethënë për mendimin tim si njëri.
Jo, si pjesë e marrëveshjes, ndoshta si pjesë e marrëveshjes. Po Heqës nuk dorë nga ka, po armë nuk ka, vetamore. po nuk jep njëri 100 miliardë. Maksimumi që mund të thotë Trump, i thotë hajde se ta blej unë naftën. Mos ta blesh me atë skonto aq të madhe sa ja jep e Kinës, sepse ja jep me skonto. Këto janë paratë e Iranit, më qira fjala. Po 100 miliardë janë paratë e Iranit në banka Po amerikane dhe europiane ato bankat kanë përqendruar të mbyllura për sa kohë që ti vendosë me Swiftin. Swifti është baza është në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ideja është që Irani kërkon këto për t'i kthyer, por Irani kërkon të tjera që janë për dëm shpërblime, që janë kërkon goxha për dëm shpërblime, të cilat nuk mendoj që tarif mbi Hormuzin, tarif permanente. Edhe tarifa mbi Hormuzin nuk besoj që ka për tu kaluar, ose nëse do kalojë, do thotë dhe ai nëse vendos Irani, vendos dhe unë të Trumpi etj. Pra, shiko, nuk ka kohë. Nuk ka kohë Irani 18 muaj të përballojë një bllokadë të tillë. Është matematikisht e pamundur. Që do të thotë një farë zgjidhje ka për të ndodhur shpejt. Në këtë pozicion siç është tani, Trump është duke menaxhuar në mënyrë perfekte bllokadën ekonomike, fuqizimin e industrisë energjetikës amerikane dhe çmimet në bursë. Bursa për shembull dje ishte arriti rekordin e saj historik. Bursa dje. Ajo që na intereson si europian dhe kjo e bëri dhe imagjino ai është duke i menaxhuar dhe për atë kjo tregon që kjo s'ka prekur asgjë sepse bursa nuk shkon në rekordin historike nëse gjërat shkojnë keq në Amerikë. Po. Dhe për Amerikën kjo është duke ecur mirë. Për Amerikën e kemi të qartë tani, po për Shqipërinë dhe për natyrisht Ballkanin dhe Europën, a mendoni se ka një zgjidhje e shpejtë e këtij konflikti, pra çlirimi i Hormuzit mbi të gjitha? Do çojë në normalizimin e çmimeve, sepse kemi një inflacion në rritje që na produktet e naftës deri te në produktet e saj, të cilat janë tidhur me fertilizerët, me natyrisht në produktet e plastikës e çdo gjë tjetër që ka rritur kostot ndjeshëm të jetesës. E që po e ndiejmë qytetarë shqiptar. Mendoni se kjo po shkon drejt zgjidhjes dhe drejt zgjidhjes po shkon për shkak të presionit që po bën Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jo se po mblidhen dhe po bëjnë pozicionet e të bukura ata që janë shtetet evropiane. Nuk po mblidhet për shkak, nuk po nëse do lirohet, nuk lirohet për shkak të fjalimeve të Sanchez apo të Macronit apo Starmerit apo Merzit. Do lirohet për shkak të presionit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë bllokuar gjithë portet iraniane, që do detyrojnë Iranin që të pranojë kërkesat e Shtetit Bashkuara të Amerikës. Domethënë kjo është diferenca midis të folurit dhe të bërit të gjërave. Evropa është tek të folurit akoma. Evropa duhet ishte ajo që ta detyronte Iranin që anijtë europianët mos prekishin. Nuk e bëri dot. Sepse është pa aftë, është e aftë vetëm të flasë dhe të bëjë propagandë. Nuk mundon të veprojnë në mënyrë selektive, pra Franca të Spanja të negocioni. Secili filloi vetë, domethënë edhe eksperjenca ka treguar që sa herë që janë futur fuqitë europiane në atë zonë, më tepër kanë bërë probleme. Franca për shembull solli Ayatollah Khomeinin. Dhe e solli për të përmirësuar jetën e popullit iranian. Ka qenë Franca me Air France që ka vënë, ka qenë azil politik në Francë. Merrte mbështetjen e intelektualit francez Michel Foucault. Ishte mbështetësi më i zjarrt, neomarksisti Michel Foucault. Mbështetësi më i zjarrt i Khomeinit. Tha ky do sjelli, tha mrekullin, tha për popullin iranian. Edhe gjithë e majta dhe gjithë intelektualit francez ishin mbrapa mullave, siç ishin gjithë komunistët, se u quhet në atë kohë Aleanca Kuqezit, ku ishin komunistët të zinë ishin mullat. Dhe ishte kjo aleancë, që një pjesë e aleancës kemi edhe sot në Shqipëri, Meku për shembull është marksist-leninisme me tipare islamike, ishin këta që u futën aty dhe e shkatruan jetën e iranianëve. Kështu që këto dillet e veçme që bëjnë, më shumë mundësi ka e para punës si prishin punë vendeve ku janë aty, po e dyta punës edhe po themi vet vendeve të tyre, në kuptimin e nëse ti një person i cili sillet si bulli bllokon kushtet e Hormuzit në këtë rast, dhe ti sillesh i dobët, ai do të fillojë të bëjë presion në çdo drejtim. Me bullin ka vetëm një mënyrë tjetër, domethënë që të marrë grus urratit dhe të mos sa përsërisë si gabim. Trumpi këtë di ta bëj. Shtetet Bashkuara të Amerikës din ta bëjnë, Evropa nuk e ka ditur ta bëjë dhe problemi edhe rënja e gjithë kësaj që po shikojmë tani strukturës
politikës jashtme, të politikës sigurisë e të tjerë, vjen nga fakti që në Evropë prej shumë vitesh jam mësuar që kur hajnë grush surratit, mundohen ta kuptoj pse tjetri mbra mua me grush surratit, dhe ta marr me të mira se mbas e herës tjetër nuk mbie më me grush surratit, dhe pastaj hajnë grushin e dytë, e tretë, të kartë, dhe pastaj dalin në këtë pozicion që jemi tani. Faleminderit zoti Tafani për këtë bisedë shumë interesante. Kisha të ftuar sot zotin Endri Tafani, një ekspert i gjeopolitikës, me të cilën diskutuam krizën e fundit të lindjes mesme, duke përqendruar sidomos në konfliktin SBA-Izrael-Iran, por natyrisht pa lënë pa trajtuar dhe atë që ndodh mes Izraelit dhe Palestinës, dhe vendeve tjera në rajonit, dhe se si kjo krizë e lindjes mesme ka ndikuar në zhvillimet mbarbotrore, duke përfshirë çmimet në rritjet e energjisë, të naftës dhe në produkteve të saj, ku natyrisht nuk ka ngel pa prekur edhe Shqipëria. Miru të takofshim në puntatën e radhës, unë Ilir Kalemaj, miru pafshim.